Jordan Peterson, për te i rendit. Në librin e tij të famshëm dhe shpesh të debatueshëm, 12 rregulla për jetën, psikologu klinik Jordan Peterson argumenton se shoqëria moderne vuan nga tepria e kaosit. Zgjidhja e tij ishte e qartë. Individi duhet të marrë përgjegjësi personale për të vendosur pak rregull në jetën e vet. Por ato 12 rregulla ishin vetëm gjysma e historisë. Për te i rendit e plotson figurën. Këtu shtohen edhe 12 rregulla të tjera, që të ndihmojnë të orientohesh në botën moderne, duke u mbështetur në këndvështrimet e tij mbi kulturën, shkencën dhe psikologjinë, si dhe në leximet e thella të miteve dhe kulturës. Peterson paralajmëron për rreziqet e teprisë së rendit dhe tregon rrugën drejt ekuilibrit të duhur. Mesazhi është i qartë: duhet ta shmangësh kaosin dhe ankthin që ai sjell, parën në ngurtësinë dhe paralizën që prodhon rendi i tepruar. Institucionet shoqërore janë thelbësore për suksesin e individit. Psikologët e hershëm si Sigmund Freud dhe Carl Jung ishin të fiksuar pas botës së brendshme të individit. Ata besonin se brenda çdo njeriu veprojnë forca të fuqishme psikologjike, idi, egoja dhe superegoja, që përfaqësojnë instinktet bazë, identitetin personal dhe thirrjen shoqërore. Sipas tyre, mënyra si këto forca bashkë veprojnë përcakton gjendjen mendore të njeriut. Ky model dha njohuri të rëndësishme, por la jashtë diçka thelbësore, botën përreth nesh. Statusi shoqëror, arsimi, kushtet ekonomike, të gjitha këto ndikojnë drejt për drejt në mënyrën si mendojmë dhe si ndihemi. E vërteta është se njeriu nuk zhvillohet në izolim. Ne jemi qenie shoqërore dhe strukturat e shoqërisë janë jetike për shëndetin tonë mendor. Bota është komplekse, kaotike dhe plot mundësi. Vendimi si të veprosh brenda saj është i vështirë. Aq i vështirë saqë pa e kuptuar mbështetesh te forcat e jashtme për të orientuar sjelljen tënde. Kërkon këshilla nga familja dhe miqt, ndjek ligjet e shtetit dhe rregullat e shkollës dhe lexon sinjale sociale për të kuptuar si duhet të sillesh në situata të ndryshme. Këto struktura thjeshtojnë botën, ato ta tregojnë rrugën më të menaxhueshme. Mendoje këtë shembull: të gjithë kemi nevojë për ushqim dhe strehim. Mund të sigurosh në shumë mënyra. Mund të ndërtosh një kasolle në pyll ose të vjedhësh nga fqiu. Por ligjet dhe normat shoqërore ta tregojnë rrugën më të mirë, të punosh, të fitosh para dhe t'i blesh ato që të duan. Kështu shoqëria ta bën jetën të parashikueshme. Që nga momenti kur lind, fillon të mësosh këto shenja rrugore sociale. Me kalimin e kohës fiton aftësi, dije dhe përvojë. Mëson çfarë ka vlerë, si të zgjedhësh probleme dhe si të veprosh në mënyrë që të përfitosh ti dhe ata përreth teje. Mëson gjithashtu kur rregullat ekzistuese nuk funksionojnë dhe kur është e mençur ti sfidosh ato. Nëse vazhdon të investosh në këtë proces, gradualisht ngrihesh në hierarkinë shoqërore, krijon marrëdhënie, përmirëson gjendjen ekonomike ose dallohesh në fushën tënde. Këtij procesi do t'i rikthehemi më vonë. Imagjino personin që dëshiron të bësh dhe përpiqu të bësh ai. Në lashtësi, shumë përpara shkencës moderne, ekzistonte një art misterioz i quajtur alkimia. Alkimistët besonin se me receta të ndërlikuara mund të shndronin një substancë në një tjetër. Në qendër të këtij procesi ishte materia prima, elementi fillestar, baza e gjithçkaje. Me teknikat e duhura, ajo mund të shndrohej në çdo gjë, nga plumbi në ar, nga materia në jetë. Sot kjo tingëllon e çuditshme, por ka një të vërtet thelbësore aty. Edhe jeta jote është një materia prima. Ajo është plot mundësi, me një vizion të qartë dhe veprim të shndrueshëm, mund ta transformosh veten në atë që dëshiron të bëhesh. Pa iluzione, pa magji, vetëm përgjegjësi, disiplinë dhe drejtim. Në botën shtazore, shumë pak gjëra ndryshojnë nga një brez në tjetrin. Çdo delfin apo shimpanze e re jeton pothuajse njësoj si ata që kanë ardhur para tij. Modelet e sjelljes janë të paracaktuara. Ne njerëzit jemi ndryshe. Fal vetdijes dhe mendimit të qëllimshëm, ne mund të hapim rrugë të reja për veten. Mund t'i përshtatemi botës në mënyra kreative dhe novatore, ose përmes imagjinatës të shpikim mënyra krejtësisht të reja të jetesës. Por ky proces nuk është i lehtë. Të krijosh diçka të re do të thotë shpesh të kalosh përmes rrezikut, vështirësive dhe kaosit
për t'i vendosur rend botës. Kjo ide është aq e vjetër sa vetë mitet e njerëzimit. Një shembull i tillë vjen nga mitologjia e lashtë mesopotamiane, nga miti i Mardukut. Në këtë mit, perëndit përfshihen në një luftë civile të egër. Kaosi përfshin gjithçka, derisa Marduku, një perëndi me aftësi të jashtëzakonshme, ngrihet mbi rrëmujen. Ai sheh mundësinë e një të ardhmëje më të mirë, imposht forcat më shkatruese dhe vendos një hierarki të re. Vetëm atëherë bota bëhet gati për epokën e njerëzit. Duket si ambicie e madhe, por edhe ti mund të krijosh diçka të re në jetën tënde. Fillimisht gjej një vizion që të tërheqë fuqishëm. Mund të jetë një qëllim për t'u arritur, një vepër artistike për t'u krijuar, apo një pyetje shkencore që kërkon përgjigje. Pastaj, përballo me forcat kaotike brenda vetes që të pengojnë, frikën nga dështimi, mungesën e vetë kontrollit, apo vartësitë dhe dobësitë tua. Nëse qëndron i fokusuar te qëllimi yt, me kalimin e kohës do të mësosh t'i vësh në kontroll këto forca, dhe një ditë, pa e kuptuar, do të bëhesh heroi i historisë sate. Familja Peterson shpesh tregon historinë e Del Robertsit, vjerrit të Jordan Peterson. Del njihej për qetësinë dhe mirësinë e tij të palëkundur. Edhe përkundër sëmundjeve apo humbjes së njerëzve të dashur, ai nuk ankohej kurrë, përveç një herë. Çdo ditë kur kthehej në shtëpi për drekë, gruaja i shërbente një sandwich shtëpie në një pjatë porcelani shumë të vogël. Për 20 vjet të rresht, ai e hëngri pa asnjë fjalë, derisa një ditë, papritur, goditi tavolinën me grusht dhe bërtiti. E urrej të ha në këto pjata të vogla. Ishte shpërthim i pazakont dhe disi qesharak, por ai tregon një të vërtetë të rëndësishme. Një bezdi e vogël, nëse lihet pa u trajtuar, me kalimin e kohës shndrohet në problem të madh. Pra, mos u pajto me dhimbje të vogla, nëse ato mund të rregullohen. Gjatë jetës do të përballesh me shumë bezdi të vogla, pa drejtësi dhe pengesa të përditshme. Zakonisht thuhet se aftësia për të injoruar këto është virtyt, dhe deri diku kjo është e vërtetë. Por një bezdi e vogël që përsëritet vazhdimisht nuk është më e vogël, është problem serioz. Një çështje e vogël, por e pranishme çdo ditë, do të rritet patjetër. Prandaj është më mirë ta trajtosh herët, edhe nëse kjo sjell konflikt të përkohshëm. Një nga pacientët e Petersonit është shembulli tipik i kësaj. Ajo ndihej i pakënaqur në martesë. Pas shumë seancash, problemi doli në sipërfaqe. Burri i saj kishte fiksim të tepruar pas artit pop. Fillimisht nuk dukej problem, por me kalimin e kohës, shtëpia u mbush me objektet që ajo i urrente. Në vend që ta hapte çështjen, ajo vuajti në heshtje. Kur më në fund u përpoq ta ndryshonte situatën, ishte tepër vonë. Konfliktet shpërthyen dhe martesa përfundoi me divorc. Mund të duket problem banal, por ka shumë gjasa që edhe në jetën tënde të fshihen probleme të ngjashme. Marrëdhënie të tensionuara, ndjenja negative, pakënaqësi që i injoron me vetdije. Ne shpesh i fshehim këto emocione në një mjegull, sepse është më e lehtë se sa ti përballim apo të ndryshojmë sjelljen apo rrethonat. Por ato gjithmonë dalin në sipërfaqe. Në vend që të presësh shpërthimin e pashmangshëm, vepro herët. Vëzhgo emocionet e tua gjatë ditës. Identifiko çfarë nuk shkon dhe përpiqu ta rregullosh aty për aty. Po, një debat i vogël mund të jetë i pakëndshëm në moment, por do të shpëtojë nga kaosi shumë më i madh më vonë. Marrja e përgjegjësisë është e vështirë, por ajo jep kuptim jetës. Peter Pan është një nga personazhet më të dashura për fëmijë. Pse? Sepse jeton në një botë fantastike, plot argëtim, mund të fluturojë dhe mbi të gjitha nuk ka asnjë përgjegjësi. Me pak fjalë, ai ka gjithçka që një fëmijë do të dëshironte. Në anën tjetër qëndron armiku i tij, kapiteni Hook. Ai është i rrept, autoritar dhe jeton i mbërthyer nga frika. Madje ndiqet pa pushim nga një krokodil vdekjeprues. Hook përfaqëson anët më të errta të qenit i rritur. Por Peter Pani është vetëm një personazh imagjinar. Çdo i rritur që do të përpiqej ta jetonte si ai, do të dukej i çuditshëm dhe i mirë. Nga ana tjetër, të bësh një Hook nuk është zgjidhje. Zgjidhja është ekuilibri. Si fëmijë je potencial i pastër. Mund të ndjekësh çdo rrugë, të ndrosh çdo gjë, të bësh kushdo. E gjithë jeta është përpara teje. Por me kalimin e kohës, ky potencial i pakufizuar fillon të ngushtohet, ndërsa ti formson identitetin, zakonet dhe drejtimin tënd.
Ky shkëmbim nga potenciali të drejtimi nuk është domosdoshmërisht diçka e keqe. Të jesh i hapur dhe pa busull në moshën 20 vjeçare është e pranueshme. Të mbetesh pa aq i humbur në të 40-tat është sinqerisht trishtuese. Pjekuria do të thotë të marrësh mbi vete gjithnjë më shumë përgjegjësi. Më e rëndësishmja prej tyre është përgjegjësia për veten. Kjo do të thotë të bësh zgjedhje që i shërbejnë jo vetëm vetes së sotme, por edhe versioneve të tua të ardhshme. Fjetja deri vonë mund të jetë kënaqësi për ty sot, por zgjimi herët, ushtrimi një hobi apo ndërtimi një aftësie do të shërbejë shumë fish në vitet që vijnë. Këto shkëmbime shpesh janë të pakëndshme. Ato vendosin rregull dhe strukturë atje ku do të doje liri dhe rahati. Por pikërisht këto kufizime japin kuptim jetës. Nuk mund ta luash një lojë pa rregulla. Shahut, për shembull, i japin vlerë rregullat e rrepta që përcaktojnë lëvizjen e çdo figure. Duke i respektuar ato, loja bëhet domethënëse. Prandaj mos ju shmang përgjegjësive. Kujdesu për veten dhe për ata që të rrethojnë. Në punë dhe në komunitet, kërko detyra që duhen kryer dhe merre iniciativën ti përfundosh. Mund të duket barë në fillim, por rendi që krijojnë është shpërblyes. Duke i përmbushur, fiton kuptim dhe status. Imagjino se punon në një kompani të madhe ndërkombëtare. Një ditë merr një email ku informohesh se në emër të ndjeshmërisë politike dhe kulturore, disa fjalë do të ndalohen në ambientin e punës. I lexon dhe sheh se bëhet fjalë për shprehje krejtësisht të pafajshme. Fillimisht mendon se është gabim, por për habin tënde, kolegët janë entuziast. Madje propozojnë edhe më shumë fjalë për të ndaluar, edhe pse ofendimi i tyre është i dyshimt. Tingëllon si farsë? Nuk është. Kjo situatë i ka ndodhur realisht një klienteje të Petersonit. Fillimisht u përposhti përshtatej rregullave të reja. Më pas vendosi të largohej nga puna. Preferoi të kërkonte një ambient tjetër sesa të nënshtrohej ndaj një sistemi që nuk e doronte dot. Në dramën e Shakespeare-it Hamleti, Poloniusi jep djalit të tij një këshill që ende vlen sot. Je besnik ndaj vetës. Është këshill e mençur, por e vështirë për t'u zbatuar, sepse bota shpesh na kërkon të veprojmë kundër bindjeve tona, dhe ndonjëherë, nga frika apo mungesa e guximit, i bindemi ndërgjegjes së huaj, jo asaj tonës. Por përkulja e vullnetit ndaj një sistemi moral që e përshmon është e dëmshme për ty dhe për shoqërinë. Shtypja e bindjeve personale është poshtruese dhe çon në çrregullime mendore dhe emocionale. Dhe nëse të gjithë do të vetë censuroheshin në vend që të qëndronin në këmbë, do të lihej hapësirë njerëzve mizor dhe të korruptuar ta formonin shoqërinë sipas dëshirës së tyre. Çfarë duhet të bësh pra, kur përballesh me një urdhër që ndjen thellë se është i gabuar? Një rrugë është ta sfidosh. Kjo do të sjellë kaos, ndaj duhet të jesh gati për pasojat. Forcoje pozicionin tënd, siguro kohë, energji, dije dhe autoritet për ta mbrojtur atë që beson, përgatitur për një betejë të gjatë. Por ndonjëherë pasojat shoqërore të mos konformimit janë tepër të rënda. Në këtë rast, zgjedhja më e mençur është të largohesh, ti përkushtohesh përgjegjësive të tua diku tjetër. Në fillim mund të duket si dorëzim, por me kohë do ta gjen një mjedis ku vlerat e tua respektohen dhe rezultati në fund do të jetë më i mirë. Bëhu i kujdesshëm ndaj çdo ideologjie, veçanërisht atyre që ofrojnë përgjigje të thjeshta. Pasi e botoi librin 12 rregulla për jetën, Petersoni nisi një turne ligjëratash në Amerikën e Veriut dhe Europë. Ai fliste për filozofi, psikoanalizë dhe mesazhet e fshehura në kulturën popullore. Por një temë i malgjepste audiencat më shumë se çdo tjetër, përgjegjësia personale. Fillimisht u habit, pse kjo temë po i tërhiqte kaq shumë të rinjt. Nuk dukej diçka e re, por pas takimeve me ta e kuptoi arsyeën. Shumë prej tyre ishin mësuar të besonin se fajin për problemet e tyre e kishin gjithmonë forcat e jashtme. Kjo bindje e paraqartë i pengonte ta sfidonin veten. Vetëm kur hoqën dorë nga këto ideologji, u ndjen vërtet të lirë për të ecur përpara. Në fund të shekullit 19, filozofi Friedrich Nietzsche shpalli deklaratën e famshme, Zoti ka vdekur. Me këtë, ai nuk donte të thoshte se Zoti kishte pushuar se ekzistuari, por se modernizmi dhe iluminizmi kishin ngryer vlerat judeo-kristiane,
të cilat ai shihte si themelimin e qytetërimit perëndimor. Sipas Nietzsches, pa këto vlera tradicionale për ta udhëhequr shoqërinë, individ të vendosur do të krijonin sisteme të reja vlerash, ideologji të reja për ta mbushur boshllëkun. Parashikimi i tij doli i saktë. Në shekullin që pasoi u shfaqën ideologji të panumërta. Fatkeqësisht, shumë prej tyre rezultuan shkatruese. Ato përdorën abstraksione të paqarta për shpjeguar botën dhe ofruan zgjidhje tepër të thjeshtuara, shpesh edhe të dhunshme. Nazizmi për shembull pretendonte se shoqëria vuante nga dallimet racore të lindura. Zgjidhja e tij ishte zhdukja e të padëshiruarve, një ideologji monstruoze që ushqeu mizoritë e luftës së dytë botërore. Edhe sot ideologjit janë kudo, disa më agresive se të tjerat, shumë prej tyre duke të motivuara nga qëllime të mira, por pothuajse të gjitha kanë të njëjtin problem, e thjeshtojnë tepër realitetin dhe fajsojnë armiqt të paqartë, si klasa shoqërore, seksizmi apo pabarazit e pushtetit. Besimi në këto ideologji shpesh prodhon resentiment, një formë armiqësore e mlefit. Resentimenti është i rrezikshëm sepse i pengon njerëzit të bëhen versioni më i mirë i vetës. Ai ushqen zemrim ndaj kujdo që duket i suksesshëm, duke e paraqitur suksesin e tij si të palidhshëm ose shtypës për të tjerët. Kjo krijon një mentalitet viktim. Njeriu kapet pas hidhërimit në vend që të punojë për përmirësimin e vetës. Mund të duket çliruese për pak qaste, por kurrë nuk të çon drejt një jete të plotë dhe të kënaqshme. Përkushtoje vërtet një qëllimi dhe do t'i duash rezultatet. Imagjino se e mban në dorë një copë qymyri. Është e errët, e ndotur dhe e brisht, por nëse i nënshtrohet nxehtësisë dhe presionit ekstrem, atij që gjendet thellë në zemrën e tokës, ndodh diçka e jashtëzakonshme. Me kalimin e kohës, atomat e karbonit riorganizohen në një strukturë të qëndrueshme kristalore. Pa pritur, qymyri shndrohet në diamant. Diamantët janë të veçanta jo vetëm për bukurinë e tyre, por edhe për qëndrueshmërinë e jashtëzakonshme. Lidhjet e tyre të brendshme i bëjnë pothuajse të pathyeshme, dhe pikërisht për këtë arsye, ato kanë vlerë materiale dhe simbolike, pothuajse në çdo kulturë njerëzore. Presioni ekstrem e shndron një material të zakonshëm në diçka të jashtëzakonshëm, dhe ky parim nuk vlen vetëm për gurët, vlen edhe për njerëzit. Pra, përkushtoje vërtet një qëllimi dhe do t'i duash rezultatet. Edhe pse e dim se puna e palodhur është e dobishme, ajo nuk vjen gjithmonë natyrshëm. Mjafton të mendosh se sa e vështirë është ta mbash një rutinë të përditshme ushtrimesh, sidomos në ditët kur do të rrihesh trirë në divan. Ky konflikt mes dëshirës dhe veprimit buron nga impulse të thella psikologjike. Sipas psikanalistëve, prirja për kënaqësi afashkurtër vjen nga idi, pjesa e psikikës që mban dëshirat fizike dhe emocionet kaotike si frika dhe zemrimi. Këto forca mbizotrojnë mbi vetdijen tonë, bëhet e vështirë të qëndrojmë të fokusuar. Por kur përkushtohemi një qëllimi, ne mësojmë t'i vëmë në kontroll këto forca. Kështu nis një cikël pozitiv që sjell shpërblime të shumta. Peterson e vuri re këtë gjatë studimeve të doktoraturës në Universitetin McGill. Studimet ishin të rënda, orë të tëra në bibliotekë, punime të ndërlikuara dhe përballje me burokracinë akademike. Por sa më shumë punonin, aq më shumë përmirësohej jeta e tyre. Disiplina përmirësoi aftësitë e shkrimit, komunikimin dhe organizimin mendor, dhe mbi të gjitha u dha një ndjenjë të thellë kënaqësie të brendshme. Duke fokusuar energjinë në një drejtim, Peterson dhe kolegët e tij bashkuan forcat e brendshme psikike në mënyrë produktive, por impulset e frikës, agresioni apo ankthi ishin ende aty, por tani shërbenin për një qëllim. Në vend që të shpërndaheshin në kaos, ato shtyheshin drejt përparimit. Gjithmonë lër vend për bukurinë, qoftë edhe për një dhomë të vetme. Zyrat e stafit akademik në Universitetin e Torontos janë të zymta, të ftohta, jo personale dhe të ndriçuara nga drita fluoreshente agresive. Ato janë një vend dëshpërues për ta kaluar qoftë edhe një orë, e jo më një karrierë 30 vjeçare. Prandaj Peterson vendosi ta ndryshonte zyrën e tij. Edhe pse një administrator i rrept ja refuzoi idenë për panele drurit të ngrohta, ai nuk u dorëzua. I leu muret me kujdes, vari tapiceri me ngjyra të pasura dhe madje instaloi një tavan klasik prej bakri. Sepse bukuria ka rëndësi, edhe në hapësirat më të vogla.
Në fund, Petersoni arriti ta krijojë një hapësirë aq personale dhe mikpritëse, saqë administrata, e njohur më parë për armiqsinë ndaj dekorit, filloi t'ua tregonte vizitorëve me krenari. Shprehja estetike ishte një rrezik, por në fund ja vleti. Në librin 12 rregullat për jetën, Petersoni theksonte rëndësinë e pastrimit të dhomës. Ideja ishte e thjeshtë, duke marrë përgjegjësi për rregullimin e hapësirës personale, hedh hapin e parë drejt rrugtimit të jetës në përgjithësi. Por një fokus i tepruar vetëm te rendi i thatë, le jashtë një element pa aq të rëndësishëm, bukurinë. Arti pamor dhe shprehjet estetike janë pjesë themelore e kulturës njerëzore. Një pikturë e madhe mund të përcjellë ide të fuqishme, të nxjisë reflektim të thellë dhe ta hap shpirtin ndaj një ndjenje madhështie. Mjafton të shikosh vizitorët në një galeri arti. Ata qëndrojnë të magjepsur para një pikture të rilindjes, edhe nëse nuk din asgjë për historinë apo simbolikën e saj. Bukuria flet drejt për drejt. Me kalimin e viteve, njeriu shpesh humbet kontaktin me bukurinë. Mund të mpihesh ndaj botës përreth, ose të bësh aq i përqendruar te qëllimet sa të mos shohësh mrekullitë e përditshme. Autori e vuri re këtë kur shëtiste me fëmijët e tij. Ata mahniteshin lehtësisht nga pamjet të thjeshta të lagjës. Vlerësimi i artit është një mënyrë për të ringjallur një hapje rinore dhe gjallëri shpirtërore. Por arti nuk është vetëm zbukurim, ai ka fuqi të ndryshojë mënyrën se si e shohim botën. Mendoni për impresionistët e hershëm, si Degas apo Monet. Në fillim, salloni i Parisit refuzoi veprat e tyre, por ata vazhduan të punonin, edhe me kohë njerëzit mësuan të shohin bukurinë që ata përpiqeshin ta ndanin. Prandaj mbaj sy gjithmonë të hapur për forma të reja bukurie dhe rrethoje veten me to. Hulumto dhe shqyrto çdo kujtim që të shkakton dhimbje. Është shumë pas mesnate, je i shtrirë në shtrat, por nuk fle. Në vend të gjumit, mendja jote po të shërben me përmbledhje të kujtimeve të dhimbshme. Të kujton momentet kur ke lënduar njerëz që doje, kur ke gënjur, mashtruar apo vepruar keq nga frika, ose ndoshta po i kujton rastet kur ti vetë je lënduar, kur je tradhtuar, zhgënjur ose përjashtuar. Kjo situatë është shumë e zakonshme. Këto rikujtime të natës duken si torturë mendore, por në të vërtetë trurin nuk po të ndëshkon. Kujtesa ekziston për një arsye të dobishme, për të na ndihmuar të mos i përsërisim gabimet. Për të arritur ku dëshiron në jetë, duhet ta dish nga ke ardhur. Por shpesh ne anashkalojmë pjesë të së kaluarës, sidomos ato që janë të pakëndshme apo të dhimbshme. I varrosim kujtime traumatike thellë në mendje dhe i lëm të kalben për vite me radhë. Përkundrazi, nëse i shqyrton me kujdes përvojat e tua, mund të mësosh prej tyre dhe ta shndrosh dhimbjen në rritje. Kjo vlen sidomos për kujtimet e familjarisë. Fëmijët e kuptojnë botën në mënyrë shumë të thjeshtë dhe të mangët. Mendo se si një fëmijë e vizaton një shtëpi, një kuti të thjeshtë pa perspektivë. Një i rritur edhe pa talent artistik do ta bëjë një vizatim shumë realist. E njëjta gjë ndodh edhe me kujtesën. Një ngjarje e kaluar mund të duket krejt ndryshe kur e shikon si i rritur. Një pacienti e Petersonit e përjetoi këtë drejt për drejt. Si fëmijë i vogël, ajo ishte abuzuar nga një tjetër fëmijë. Fillimisht e përshkruante ngjarjen nga kundërshtrimi i saj fëmijëror, por duke analizuar kujtimin si e rritur, e pa më qartë situatën. Kuptoi se edhe abuzuesi kishte qenë fëmijë dhe nuk kishte kontroll të vërtet. Ky këndvështrim e ndihmoi të shërohej dhe të ecte përpara. Në vend që t'i lejosh kujtimet e dhimbshme të gryjnë nga brenda, përballo me to. Shkruaj me sa më shumë detaje. Kjo vendos mendjen në rregull dhe qartëson ndjenjat. Me kohë do ta nxjerrësh një mësim dhe do ta marrësh me vete në të ardhmen. Investo kohë dhe përpjekje në marrëdhëniet intime. Kjo skenë përsëritet pafund. Një çift hyn në zyrën e terapistit dhe të dy janë të mirë. Njëri ndihet i neglizhuar, tjetri sillet me dyshim dhe i tërhequr. Pyetja vjen natyrshëm. Kur ishte hera fundit që dolet në një takim? Shpesh ka kaluar shumë kohë. Me këshillën e terapistit ata dalin. Dhe pa surpriza, mbrëmja është e tmerrshme. Dalin sërish dhe prapë është keq. Por nëse vazhdojnë 10, 20, 100 herë, ndodh diçka interesante. Ata fillojnë ta shijojnë sërish shoqërinë e njëri tjetrit, sepse marrëdhëniet nuk mbijetojnë nga rastësia. Ato kërkojnë përpjekje, planifikim dhe vullnet.
E shet që martesat e suksesshme nuk lindin nga asgjëja, pikërisht e kundërta, që një marrëdhënie të mbetet intime, e dashur dhe plot pasion, të dy partnerët duhet të japin pak përpjekje. Ekziston një ceremoni tradicionale skandinave e martesës, ku të dy bashkëshortët bashkojnë duart dhe mbajnë lart një qiri, ndërsa shqiptojnë betimet. Flaka përfaqëson parimet më të larta që përfaqëson martesa, dashurinë, besnikrinë dhe përkushtimin e ndërsjellë. Ngritja e qirit së bashku tregon se çifti i ri synon të përmbahet këtyre idealeve së bashku, si një njësi. Ky ritual simbolik është një shembull i bukur se si duhet të funksionojë martesa. Mirëmbajtja e një marrëdhënie romantike është punë, më saktë është punë e vazhdueshme negociimi dhe ndërtimi besimi. Secili partner duhet të marrë kohë për të reflektuar mbi dëshirat, nevojat dhe pritshmëritë e veta, dhe pastaj t'i shprehë ato qartë ndaj personit që do. Natyrisht, dy njerëz nuk janë kurrë identik, ndaj çifti duhet të negociojë mënyrën se si do ta organizojë jetën që të dy të mbeten të kënaqur. Ndarja e këtyre detajeve intime kërkon besim, dhe besimi ndërtohet vetëm përmes negocimit të suksesshëm hap pas hapi me kalimin e kohës. Ndonjëherë ky proces prek thellësi psikologjike, por më shpesh ka të bëjë me praktikalitete. Çiftet duhet të vendosin kush merret me cilat punë, kur dhe si secili ndjek karrierën dhe cilat vlera do t'ju përcjellen fëmijëve. Disa çifte i gjejnë role tradicionale gjinore si mënyrë qëndrueshme për të menaxhuar këto vendime. Të tjerë zgjedhin diskutime më të detajuara, cila do të qoftë rruga, bisedimi i hapur për këto çështje shmang probleme serioze më vonë. Megjithatë, mos e neglizhoni as romancën reale të martesës. Gjithmonë gjeni kohë për momente intime dhe afërsi fizike, edhe nëse duhet ta planifikoni si një takim. Në fillim duket formale, por dashuria dhe lidhja që krijon mbetet po aq e vërtet. Mos bini prej e historive që ju bëjnë hakmarrës, mashtrues apo arrogant. Kthehuni pas në fëmijëri, para gjumit një prind ndoshta ju mbulonte, dhe nëse kishit fat ju lexonte diçka. Çfarë ishte ajo? Një listë fjalësh si fjalori apo tabela periodike? Jo, ishte një histori dhe zakonisht fantastike. Për mijëra vjet, njerëzit kanë përdorur historitë për të kuptuar botën. Është e qartë që prallat u shërbejnë fëmijëve për të mësuar moralin dhe normat shoqërore. Por edhe si i rritur, ne i interpretojmë ngjarjet përmes një lenteje narrative. Në mendjen tonë, bota është plot personazhe, skena, konflikte dhe përfundime. Historitë që i tregojmë vetes formsojnë psikiken dhe veprimet tona. Prandaj është jetike të zgjedhim historitë e duhura. Nëse e shohim botën si një tregim, kush janë personazhet? Nëse heqim shtresat kulturore, mbeten disa arketipe bazë. Njëri është natyra, simbol i kaosit dhe potencialit. Në histori, ajo shfaqet si mbretëresha e keqe që shkatron, por edhe si zona e mirë që ndihmon dhe ushqen. Pastaj është kultura që përfshin njëkohësisht sigurinë dhe tiraninë. Përfaqësimet arketipore janë mbreti i mençur që ofron mbrojtje dhe këshilla, dhe tirani autoritar që kërkon vetëm të kufizojë dhe të shtyp. Mes natyrës dhe kulturës lëvizin heroi dhe kundërshtari, njëri i drejtë, i përgjithshëm dhe i mirë, tjetri i ligë, negativ dhe shkatrues. Histori që i tregoni vetes me këta personazhe përcaktojnë nëse silleni si hero apo si kundërshtar. Nëse përqendroheni vetëm te padrejtësitë, te mbretëreshat e liga dhe tiranët, është e lehtë të bëheni hakmarrës. Njerëzit hakmarrës kërkojnë të ecin përpara me çdo mjet, edhe me gënjeshtra, mashtrime dhe veprime të pandershme. Këtu fshihet një arrogancë e rrezikshme, vendosja e vetes mbi realitetin, gjë që nuk është kurrë e vërtetë. Një histori më e shëndetshme u jep vend të gjithëve. Po, natyra mund të jetë mizore, por ajo sjell edhe fat e mundësi. Tiran ka, por edhe mbretër të mençur, që strukturojnë shoqërinë në mënyrë që të shpërblejnë nëse vepron drejt, duke e pranuar si rastësinë e jetës, ashtu edhe përgjegjësinë personale për t'u përballur me atë, mund të bëheni heroi i historisë suaj. Jeni mirënjohës edhe përballë vuajtjes së madhe. Në Bibël ka një moment dramatik që përshkruan qartë dhembjen njerëzore, kur Jezusi është në kryq, pranë vdekjes. Në kulmin e vuajtjes, ai ngrej kokën lart dhe thret: "Perëndia ime, pse më ke braktisur?"
Nëse edhe një figurë hyjnore lëkundet përballë vuajtjes, si mund ta përballojmë ne dhimbjen e pashmangshme të jetës? Askush nuk kalon jetë pa dhimbje, fatkeqësi dhe momente mjerimi. Atëherë pse ta përballojmë fare? Një përgjigje është kjo: e mira dhe e keqja ekzistojnë së bashku. Pikat e ulta janë të mundshme vetëm sepse ekzistojnë pikat e larta. Psikologët zbulojnë se njerëzit përballojnë vuajtjet në mënyra të ndryshme. Disa e zbusin atë praktikisht, duke ndryshuar veprime, sjellje ose rrethana. Kur vuajtja nuk mund të shmanget, ajo mund të kapërcehet psikologjikisht përmes forcës së brendshme, qëndrueshmërisë ose një qëllimi më të lartë. Këto qasje i shohim te punonjësit e kujdesit paliativ që përballen çdo ditë me vdekjen. Megjithatë, ndonjëherë vuajtja duket aq e gjithanshme sa të çon në dëshpërim. Filozofia e antinatalizmit për shembull argumenton se sjellja e fëmijëve në jetë është e padrejtë, sepse jeta përmban domosdoshmërisht dhimbje. Një logjikë e ngjashme qëndron pas vetvrasjes. Nëse jeta është kaq e vështirë, pse të mos e shmangësh fare? Por kjo logjik harron një fakt thelbësor: dhimbja ekziston vetëm sepse ekzistojnë kënaqësia, gëzimi dhe lumturia. Një ndarje dhëmb, sepse marrëdhënia ishte burim ngrohtësie. Humbja e një njeriu të dashur dhëmb, sepse ai solli dashuri dhe mbështetje. Madje edhe vdekja e një personi të vështirë sjell dhëmbje, sepse kjo na kujton anët e mira që kishte. Prandaj, kur përjetoni vuajtje, kujtoni pse ajo është e mundur. Jeni mirënjohës për perspektivën që sjell vështirësia. Në vend që të bëheni të hidhruar, do të jeni më të aftë të vlerësoni anët e mira të jetës edhe të gjeni forcë për t'i zgjeruar ato, për veten dhe për të tjerët. Bota është komplekse dhe gjetja e ekuilibrit psikologjik, emocional dhe shoqëror nuk është e lehtë, por nëse i kushtoni vëmendje gjendjes suaj të brendshme edhe strukturave shoqërore përreth, mund të ecni përpara pa u humbur. Ju ndihmon t'i ndiqni disa rregulla të thjeshta, përkushtohuni ndaj një qëllimi, shmangni ideologji të thjeshta, kërkoni bukurinë dhe keni kujdes çfarë historish i tregoni vetes. Vështirësitë nuk do të zhduken, por nëse mbeteni mirënjohës edhe në vuajtje, jeta bëhet më e përballueshme.